Do të shkojmë më njëherë në Kaçanik, atje ku në orët e para të mëngjesit të sotëm forcat e policisë së Kosovës kanë nisur një aksion të ri për arrestimet e tjera, dhe në fakt ka arrestimet e tjera. Për gjitha informacionet e fundit që vinë nga atje, do të kemi në një lidhje përmes audios gazetarën ton Arianit Zhegrova, që do të na sjellë të gjitha zhvillimet e fundit. Arianit, besoj po na dëgjon. Po, përshëndetje mirë për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit shtatë. Ne po e përcjellim faktikisht nga mëngjesi aksionin e policisë në Kaçanik, aksion që po vije këtë premte pas asistës së hënës që të dy ndërlidhen në vrasjen e rështerit Muhamet Lika. Sipas informacioneve që kemi, janë arrestuar 4 persona dhe këtë aksion e ka zhvilluar njësisi kundër terrorizmit. Ndërkohë kemi qenë edhe në strazh tek fshati i familje e prej nga vendlindja e rështerit, por aty nuk kanë qenë familjarët. Ndërkohë nuk kemi marrë ende një konfirmim saktë të asaj çka është sekuestruar si provë dhe cilët janë personat edhe për çka po dyshohet personat e arrestuar nga policia, por po presim një konfirmim zyrtar për prokurorisë speciale, me që na është thënë që tash ky aksion është zhvilluar në kompetencën e tyre. Po ashtu, për shkak të këtyre aksioneve, edhe komuna e Kaçanikut ka mbledhur këshillin për me njoftu qytetarët mos me pas panik për shkak të aksioneve që kanë ndodhur për 5 ditë 2 herë brenda javës, por po vazhdojmë të përcjellim se çka do të dalë tutje pas këtij aksioni që u mbajt rreth orës 6 të mëngjesit këtë premte. Arianit, është duke u raportuar se në mesin e të arrestuarve është babai i personit kryesor që dyshohet, pra 18 vjeçarit. Nuk e dini se ka informacione më të sakta nga atje? Jo, nuk është, në mesin e personave të arrestuar nuk është babai i të miturit që faktikisht është i dyshuar i kryesor për vrasjen e rështerit, me që të njëjtin e kemi taku edhe e kemi pa, por nuk ka dashur të deklarohet. E keni taku sot apo? Madje njëjti edhe ka reagu përmes rrjetit të tij, llogarisë të tij në rrjetin Facebook, ka thënë që nuk është i arrestuar, pra janë 4 persona atje të arrestuar, në mesin e tyre nuk është babaj ose familjarin ndonjërit prej të arrestuarve të tjerë të së hënës. Pra e ka taku sot, që ta specifikojmë. E ka taku sot, Arianit, apo jo? Po e kemi parë në pra një vendi ku ka ndodhur aksione. Ishte i nevojshëm ky konfirmim nga gazetari Arianit Zhegrova, sepse gjatë gjithë ditës është raportuar që njëri nga të arrestuarit është edhe babai i të dyshuarit kryesor. Që edhe dje, po ashtu ka shprehur një shqetësim për raportimet në media. Arianit, po të falenderojmë për momentin, natyrisht do dëgjojmë edhe më vonë, sepse do shkojmë tek një lidhje tjetër që kemi për të marrë informacionet e tjera. Kemi Besim Ilazin, kryetarin e Kaçanikut. Zotri Ilazi, nëse po na dëgjon, e pa mësoj gjithkohë në media që pat arrestime në Kaçanik, po ashtu ju e keni thirrë në një mbledhje, nëse mund të ndani disa detaje me neve në lidhje me këtë. Dhe përshëndetje për juve dhe stafin tuaj dhe televizionistët që na ndëgjojnë. Sa i përket ngjarjes në komunën e Kaçanikut, më tani mos i dim përmes mediave dhe gjithë çka më është publike nga ajo që është vërejt nga aksioni i mëparshëm, po edhe aksioni që ka ndodhur dje. Sa i përket aksionit parë, siç e dim, janë të arrestuar 7 dhe më njëherë pas atij rasti ne si Këshill Komunal për Sigurinë në Bashkësi kemi thirrë mbledhjen emergjente ku në fakt kanë gjithë aktorët edhe nga Ministria e Punës Brendshme dhe Inspektorati Policor kanë qenë në mbledhjen të cilën e kemi mbajtur shqyrtu situata dhe kemi dalë me një mesazh të qytetarëve dhe rekomandim për bashkëpunim me qytetarë, po edhe një mesazh për me pas qetësi dhe mirëkuptim në situatën për shkak të situatës krijuar dhe panikës në përgjithësi të qytetarëve të komunës sonë. Deri në këtë moment, a ka pasur bashkëpunim nga qytetarët? A ka pasur ndonjë informacion i rëndësishëm që ka ardhur pikërisht nga ata? Në fakt, deri me tani ku po flasim, ne nuk kemi thënë as zyrtare, as nga Ministria e Punës Brendshme, po flas si kryetari i komunës, po as nga stacioni i policisë, për shkak se siç e njeh deri nga stacioni i policisë janë bërë disa zavendësime, ku komandanti deri më tashëm është transferuar në polici dhe zëvendës komandanti dhe një zyrtare është suspenduar, është emëruar është bërë emërimi i ri komandanti dhe sapo më informuan se diku pas ditës ta kem takimin e parë me komandantin në stacionin e policisë. Kështu që ne, sa i përket informacionit me të mangë, sa i përket qytetarëve,
në fakt i kena gjithmonë ke pas bashkëpunim, por deri këto momente nuk kemi dhënë këtë drejtim sa ka informacione më të reja. Zotri Lazi, nëse ka mundësi edhe një koment fundit mbi gjithë ngjarjen që ka ndodhur në Kaçanik. Edhe ajda, vetëm një sekond, të lutem, ta marrim edhe një konfirmim edhe nga kryetari për atë që po raportohet në media shumë, që në mesin e të arrestuarve është babai i 18 vjeçar, të dyshuarit kryesor për vrasjen e policit. Keni informacione zyrtare apo jo? Jo. Me qenë se kemi informacione se ka qenë edhe nga mbrëmje bastisje në lokacionin që nuk e dim për shkak se nuk kemi dhëna zyrtare, nga ato që kemi ndëgjuar nga portale kemi dikun 4 të arrestuar, por zyrtarisht deri më tani nuk kemi edhe për ata e shoh të arsyeshme domethënë të jem pak i përmbajtur në këtë deklarim për shkak se nuk kam dhëna zyrtare kush janë arrestuar, cilët janë ato të arrestuarit nga bastisja e mbrëmshme. Po, se kishim edhe nga gazetarja, do më thënë që nuk ishte konfirmuar se kanë taku në teren. Por me që kishim një zyrtar, këtë rast kryetarim, pëse mos marim naturisht edhe një konfirmim zyrtar për këtë nëse... Ndoshta takimi që ta kemi pas dite me komandon të ri që është emruar, ndoshta të kemi informacione shtesë, por për moment deri më tani ku po flas, këto janë dhënat për shkak se nuk kemi diçka më tepër zyrtare për dhënë edhe mediave. Ajo që kisha apelu gjithmonë te shtetarët e mediat për shkak se rasti është mjaft i dijshëm, është senzitiv, po edhe mos paragjikojmë ose mos japim domethënë informacione që nuk janë zyrtare për shkak të ndjeshmërisë rastit, njëtën gjë atë për që një mesazh të shtetarët mos krijohet panik, po megjithatë t'ia lëmë organet të rendit të japin fjalën përfundimtare. Ne e dim deri më tani që 7 janë të arrestuar, është vazhduar parapagimi për 30 ditë dhe normal që po presim edhe dhënat zyrtare që do të vinë nga prokuroria e shtetit së bashku me drejtorinë e përgjithshme që e ka dhënë deklarat më herët. Zotri Lazi, falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe gjithë këto informacione që i ndarve me ne. Faleminderit edhe juve.